e vështirë, e gjatë dhe e mundimshme. Plot vuajtje dhe sakrifica ka qenë udha përmes së cilës u kristalizua alfabeti ynë. Kjo rrugë e gjatë disa shekullore paraqitet e lidhur ngushtë me fatet e historisë së popullit tonë si rezultati i përpjekjeve vetjake e herë kolektive, me arritje ku më të pakta, ku më të mëdha, me ngulitje e rezatim, ku më të shkurtër, ku më të largët, derisa u gjet një zgjidhje e plotë dhe përfundimtare, alfabeti ynë. 117 vjet më parë, më 14 nëntor 1908, filloi punimet Kongresi i Manastirit, që zgjati deri më 22 nëntor të 1908-s. Ishte një tubim barkombëtar, vendimet e të cilit patën rëndësi të veçantë politike, kulturore dhe arsimore. Nis me përthirjen e Kongresit të Manastirit, e mori klubi Bashkimi i Manastirit nën kryesinë e Mithat Frashërit, me nën kryetar Gjerasim Qiriazi dhe sekretar Luiq Gurakuqi. Kongresi zgjodhi një komision prej 11 antarësh, nën kryesinë e At Gjergj Fishtës, për të studiuar problemin e alfabetit dhe për të dalë me propozime. U arrit menjëherë nën mendimin e përbashkët që alfabeti të shërbente kryesisht forcimit të unitetit kombëtar. 3 alfabetet kryesore që u morën në shqyrtim ishin: alfabeti i shoqërisë letrare Agimi i Shkodrës i propozuar nga Ndrej Mjeta, alfabeti i shoqërisë letrare Bashkimi të Shkodrës i hartuar nga Preng Doçi, dhe alfabeti i Stambollit i hartuar nga Sami Frashëri. Toskët ishin për alfabetin tradicional të Stambollit, ndërsa gegët parapërqenin alfabetin e Bashkimit, i cili ishte më praktik sepse nuk ishte shkronja jo latine. Edhe shumë kohë pas Kongresit, komisioni vendosi të pranojë variante të modifikuara të alfabeteve, të Bashkimit e të Stambollit. Të dy mund të përdoreshin në shkolla dhe botime. Pranimi nga të gjithë vendimit të komisionit do të donte ende shumë kohë, por me vendimin për të mbështetur një zgjidhje kompromisi, Kongresi shtroi rrugën për kalimin shkallë nga alfabeti i respektuar i Stambollit tek alfabeti i tanishëm i Shqipës së bazuar në shkronja latine, duke mënjanuar kështu polemikat e kundërshtime e duke hedhur bazat për formimin e gjuhës letrare shqipe. Kongresi i Manastirit është një krenari e lishme e popullit shqiptar, një faqe e ndritur e kulturës sonë kombëtare, që edhe pas një shekulli ruan vlerat e saj. Kanë kaluar 117 vjet nga ajo ditë fatlume, e cila i dha popullit shqiptar alfabetin që kemi sot. E kremtoi me nderim të veçantë dhe me madhështinë të gjitha trojet shqiptare atë ndjenjë, përkushtim, patriotizëm dhe krenari të veçantë si ato ditë të nëntorit të vitit 1908. Fehim Zavalani. Fehim Zavalani zë një vend të rëndësishëm në historinë e lëvizjes kombëtare shqiptare, i njohur si aktivist, adeptar, organizator dhe njeriu kulturës. Ai kontriboi në shumë drejtime, në arsim, organizim politik, botime si në mbështetjen e alfabetit të Shqipës. Figura e tij lidhet ngushtësisht me qytet e Korçë dhe manastir, qendra të rëndësishme të bashkëveprimit patriotik në fillim të shekullit 20. Zavalani përfaqëson tipin e rilindasit shqiptar që punojnë në disa fronte njëkohësisht, shpesh në kushte të vështira, politike dhe në thyrsinë e autoriteteve shqiptare. Rinia dhe formimi. Fehim Zavalani lindi në vitin 1859 në zonën e Kolonjës, në një familje të njohur vendase, që në rast të re u dërgua për studim në Stamboll, atëherë qendra kryesore administrative dhe arsimore e perandorisë osmane. Në kryeqytetin osman ai pati mundësinë të njohë më thellë kulturën, politikën dhe ndër botën intelektuale të kohës. Pikërisht aty, si shumë të rinj shqiptar të epokës, u ndikua nga idetë e rilindjes kombëtare, nga lëvizjet kushtuese dhe nga idetë e popujve të tjerë të Ballkanit që po e kërkonin autonomi. Studimet në Stamboll i dhanë Zavalanit një horizont të gjerë kulturor. Ai u përgatit mirë në gjuhë të huaja dhe u pajis me njohuritë administrative që më vonë do t'i shërbenin në veprimtarinë e tij. Në të gjithë kohët ai filloi të lidhej me rrethanat intelektuale shqiptare që vepronin fshohrazi për mbrojtjen e gjuhës dhe për hapjen e arsimit kombëtar. Kthimi në Shqipëri dhe angazhimi adeptar. Pas përfundimit për studim, Fehim Zavalani u vendos fillimisht në Korçë, qytet që në atë kohë po shpërndahej në një qendër të rëndësishme të lëvizjes kombëtare shqiptare. Atje u përfshi në përpjekje për hapjen e shkollave shqipe dhe për krijimin e rrethanave arsimore. Punoi me njerëz të shkruar të kohës dhe krijoi lidhje me çetat patriotike të ngritura në jug të vendit. Pak vite më vonë Zavalani u vendos në Manastir, sot Bitola. Ky qytet u bë bazë e veprimtarisë së tij, si në fushë kulturore ashtu dhe në atë politike.
Ai u njoh shpesh si një organizator me të zëshëm të kolonjës patriotike shqiptare të Manastirit. Komiteti Fshehtë për Çlirinë e Shqipërisë. Në fillim të shekullit 20, bashkë me figura të tilla si Bajo Topolli, Sabri Frashëri dhe të tjerë, Fehim Zavalani ndihmoi në krijimin e Komitetit të Fshehtë për Çlirimin e Shqipërisë. Ky komitet ishte një organizatë politike që synonte çlirimin e vendit nga studimi osman dhe përgatitjen e kushteve për qeverisjen shqiptare. Veprimtaria në fushën e botimeve. Fehim Zavalani pati një rol të rëndësishëm edhe në fushën e gazetarisë patriotike. Ai u përfshi si redaktor shkrues ose mbështetës në botimin që kishte për synim mbrojtjen e gjuhës shqipe dhe përhapjen e ideve kombëtare. Gazeta të tilla shpërndan fshorazi midis shqiptarëve dhe shërbimin si platformë për përgjegjësimin e popullit. Gazetaria në atë periudhë ishte një veprimtari me rrezik dhe shpesh autoriteti osman ndalonin sekuestronin ose mbyllnin botimet e tyre, edhe vetë zakonisht u përban me tryshtinë dhe her pas here me ndërhyrje nga administrata osmane, por ai vazhdoi me vendosmëri aktivitetin. Klubi Bashkimi në Manastir. Një ndër arritjet e tij më të njohura ishte angazhimi në klubin kulturor, Bashkimi në Manastir. Ky klub ishte një organizatë e rëndësishme patriotike ku mblidheshin intelektuar, shkrimtar, mësues dhe aktivistë. Klubi kishte si mision përhapjen e arsimit top, vlerave kombëtare dhe ruajtjen e intelektualit kulturor. Shtëpia e Fehim Zavalani u përdor shpesh si vend takim për këto rrethana, duke u shndruar në një qendër të gjatë të aktivitetit kombëtar. Ai vetë konsiderohej si një ndërshtyllës e klubit, një organizatë i aftë dhe me burr autoriteti në komunitet. Kongresi i Manastirit. Veprimtaria më e famshme dhe më e rëndësishme e Fehim Zavalanit lidhet me Kongresin e Manastirit, i zhvilluar nga 14 deri më 22 nëntor 1908. Ky kongres historik unifikoi alfabetin e gjuhës shqipe duke vendosur bazën e alfabetit që përdorim sot. Zavalani ishte ndër organizatat kryesisht të kongresit. Ai ndihmoi në përgatitjen e takimit, në mbledhjen e delegatave, si dhe në sigurimin e kushteve të nevojshme për zhvillimin e punimeve. Autoriteti i tij në komunitetin e Manastirit bëri të mundur që kongresi të kishte mbështetje të gjerë dhe të zhvillohej në mënyrë të suksesshme. Pas vendimit për alfabetin, ai kontriboi në përhapjen e tij dhe në takimet për që promovonin. Qëndrimi ndaj gjëturshve edhe Kongresi i Diprës, 1909. Pas revolucionit të gjëturshve 1909, situata politike u tensionuar, ndërsa gjëturshit fillimisht përmenduan lirinë e reformave. Shumë shpejt ata u përpoqën të promovonin alfabetin arab për gjuhën shqipe, një kthim i rënd pra për shqiptarët. Fehim Zavalani mori pjesë në Kongresin e Diprës 1909, kur ai së bashku në patriotë të tjerë kundërshtoi fuqimisht këtë nisëm dhe mbrojti alfabetin e vendosur në Manastir. Qëndrimi i tij ishte i ashpër dhe i palëkundur, duke vendosur në radhën e mbrojtësve më të fortë të gjuhës shqipe. Vitet e mënvoshme dhe trashëgimia. Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, Fehim Zavalani nuk u përfshi drejt për drejt në jetën e politikës të shtetit të ri, por vazhdoi aktivitetin kulturor dhe mbështetjen për arsim. Ai jetoi kryesisht në Manastir, ku vazhdoi si ishte një figurë me ndikim në komunitetin shqiptar. Zavalani ndroi jetë në vitin 1935, edhe pse emri i tij mund të mos jetë ndër më të përmendurit sot, kontributi i tij ishte i pallogaritshëm. Ai ishte një organizat i shkëlqyer që patriot i përkushtuar dhe një figurë kyçe në përhapjen e alfabetit dhe kulturës kombëtare shqiptare. Fehim Zavalani përfaqësoi një brez të tërë veprimtarish që punojnë në guxim, sakrificë, ringjallje kombëtare shqiptare. Roli i tij në Kongresin e Manastirit, në organizimin e klubeve patriotike, në mbështetjen e arsimit e në përballje me pushtetin osman, e rëndisnin atë ndër figurat e shuara të rilindjes son kombëtare. Jeta e tij është dëshmi e përkushtuar të pandërprerë ndaj gjuhës, kulturës dhe identitetit shqiptar. Mjal Gramena. Mjal Gramena ishte një nga figurat më të rëndësishme të rilindjes kombëtare shqiptare. Ai lindi në Korçë më 1871 dhe gjithë jetën ja kushtoi luftës për lirinë dhe kulturën shqiptare. Ishte bashkëluftëtar i qeverisë Topullit dhe mori pjesë në shumë kryengritje kundër pushtuesve osman. Përveç pushkës, ai përdori edhe penën me veprat dhe shkrimet e tij në gazetat Liria e Shqipërisë dhe Drita. Mjal Gramena mbrojti gjuhën e alfabetin shqip, në drama dhe tregimet e tij si Mallkimi i gjuhës shqipe dhe Plagët tona.
Ai tregoi për dashuri për atë dheun dhe gjuhën anëtare. Mjala Grameno mbeti një shembull i vërtetë i atletëtarisë, i cili luftoi që gjuha shqipe të shkruajë dhe të flitej lirisht, duke bërë kështu një figurë e nderuar në ditën e alfabetit. Parashqevi Qirjazi. Ajo ishte një nga figurat më të rëndësishme të arsimit dhe kulturës shqiptare në fillim të shekullit të 20. Ajo lindi në manastir në një familje të njohur patriotike, ku bashkë me vëllezërit dhe motrat e saj, u rit me një frymë adhetare dhe me dëshirën për të hapur dijen te gratë dhe vajzat shqiptare, në një kohë kur arsimi femëror ishte thuajse i ndaluar. Parashqevia u arsimua fillimisht në shkollën e hapur nga familja Qirjazi, ndërsa më vonë ndoqi studimet në Kolegjin Amerikan për vajzat në Stamboll, duke u bërë një nga gratë shqiptare më të arsimuara të kohës. Pas kthimit në Shqipëri, ajo punoi si mësuese, drejtore shkolle dhe aktiviste shoqërore. Parashqevia ishte gjithashtu një publiciste e zellshme, që shkroi artikuj dhe tekste shkollore, ku theksoi rëndësia e arsimit të grave dhe zhvillimi i gjuhës shqipe. Gjatë jetës së saj, ajo u angazhua edhe në çështjet kombëtare, duke përfaqësuar Shqipërinë në tubime ndërkombëtare dhe duke promovuar kulturën shqiptare jashtë vendit. Kontributi më i shquar i Parashqevi Qirjazit lidhet me Kongresin e Manastirit të vitit 1908, një ngjarje vendimtare për bashkimin e alfabetit shqip. Ajo ishte e vetmja grua pjesëmarrëse në këtë kongres historik, ku intelektualë dhe patriot nga të gjitha trevat shqiptare u mblodhen për të përcaktuar një alfabet të unifikuar për gjuhën shqipe. Roli i saj ishte i dyfisht, përfaqësuese e arsimit shqiptar dhe kontribuoi kulturalisht dhe gjuhësisht. Ajo mori pjesë si përfaqësuese e shkollës së vajzave të manastirit, duke treguar se dhe gra shqiptare kishin një zë të rëndësishëm në proceset kulturore dhe kombëtare. Prania e saj ishte një akt i guximshëm dhe simbolik për rolin e femrës në shoqërinë shqiptare. Parashqevia mbështeti përdorimin e alfabetit latin për gjuhën shqipe, duke argumentuar se ishte më i thjeshtë për arsimin e grave dhe fëmijëve. Ajo punoi gjithashtu për përgatitjen e teksteve arsimore në alfabetin e ri, duke ndihmuar që ai të përhapej në shkollat shqiptare. Përmes shkrimeve të saj, ajo përkrau idenë e një gjuhe të standardizuar, që do të bashkonte shqiptarët në një kulturë të përbashkët. Luiq Kurakuqi. Luiq Kurakuqi lindi më 19 shkurt 1879 në Shkodër në një familje të kulturuar dhe u arsimua në Shkodër e më pas në Itali. Ai u dallua si një nga figurat më të shquara të rilindjes kombëtare dhe punoi shumë për përparimin e Shqipërisë dhe ruajtjen e identitetit kombëtar. Kurakuqi mori pjesë në aktivitete në ngjarje të rëndësishme historike si Kongresi i Manastirit, ku u standardizua alfabeti shqip dhe gjithmonë luftoi për të drejtat dhe pavarësinë e shqiptarëve. Përveç veprimtarisë politike, ai ishte edhe shkrimtar dhe poet i njohur. Veprat e tij kanë mesazhe patriotike dhe frymëzojnë dashurinë për atë dheun dhe rëndësinë e arsimit. Luiq Kurakuqi vdiq më 2 prill 1925, duke lënë pas një trashëgimi të pasur kulturore dhe patriotike. Jeta dhe veprimtaria e tij na mësojnë se me dije, përkushtim dhe dashuri për vendin mund të arrihen ndryshime të mëdha për kombin. Gjergj Fishta. Gjergj Fishta lindi në Fishtë të Lezhës në vitin 1871. U rit në një mjedis ku feja, tradita dhe ndjenja e kombit ishin të forta. Shumë i ri u dërgua në Troshan, pastaj në Bosnjë, ku studioi te franceskanët. U shugurua me shtar në vitin 1894 dhe pjesa tjetër e jetës së tij u lidh ngushtë me Shkodrën, arsimin dhe kulturën. Ishte prit, mësues, drejtues, por mbi të gjitha një figurë që i dha frymën gjuhës dhe identitetit shqiptar. Vdiq në vitin 1940, pak muaj pas pushtimit italian, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme. Në veprimtarinë patriotike, Fishta u shqua si mbrojtës i arsimit shqip. Luftoi që shkollat shqiptare të hapeshin, që gjuha të mësohej lirshëm dhe që shqiptarët të kishin një kulturë kombëtare të konsoliduar. Kontributi i tij nuk ishte vetëm në fjalë. Ai mori pjesë në politikën e kohës dhe në vitin 1921 u zgjodh deputet duke drejtuar Komisionin e Arsimit. Përmes publicistikës dhe veprës së vet, Fishta ngriti zërin sa erë u prekën të drejtat shqiptare. Në letërsi, Fishta është një nga figurat më të rëndësishme që ka pasur gjuha jonë. Lahut Hajmarcis është krye vepra e tij.
një poemë e gjerë epike që sjell qëndresën, botën dhe shpirtin e veriut shqiptar, por edhe karakterin e shqiptarëve në përgjithësi. Ai përdori gjuhën e gjallë popullore, humorin, satirën dhe forcën e fjalës për të krijuar një letërsi që qëndron edhe sot si gur themeli i kulturës shqiptare. Pjesa më e rëndësishme e veprimtarisë së tij është kontributi në alfabetin shqip. Në vitin 1908, kur u mblodh Kongresi i Manastirit për të vendosur një alfabet të përbashkët, Pishta ishte ndër figurat udhëheqëse. Ai përfaqësoi shkollat franciskane të Shkodrës dhe drejtoi komisionin që merrej me përzgjedhjen e alfabetit. Debatet ishin të forta, sepse shqiptarët përdornin disa alfabete të ndryshme dhe duhej një zgjidhje që të bashkonte të gjithë vendin. Pishta mbrojti idenë që alfabeti latin ishte më i thjeshti, më praktik dhe më i përshtatshëm për zhvillimin e arsimit dhe kulturës. Fal ndikimit të tij dhe argumentave të qarta, Kongresi miratoi alfabetin latin që përdorim edhe sot. Ky vendim ishte një nga hapat më të rëndësishëm drejt bashkimit kombëtar, dhe Pishta ka meritë të drejtë në këtë arritje. Mithat Frashëri. Mithat Frashëri është një nga figurat më të rëndësishme të kulturës dhe politikës shqiptare në fillim të shekullit të 20. Patriotizmi i tij dallohet që në moshë të re sepse ai vinte nga një familje me tradita detare. Ai ishte djali i Abdyl Frashërit dhe nipi i Naimit dhe Samiut. Një nga veprimtaritë më të rëndësishme patriotike të tij është pjesëmarrja në Kongresin e Manastirit në vitin 1908, ku ishte kryetari i komisionit që përzgjodhi alfabetin e gjuhës shqipe. Ai ndihmoi të vendosej një standard i përbashkët për shkrimin e shqipes, gjë që i dha gjuhës unitet dhe kombit një mjet të fuqishëm për zhvillim arsimor e kulturor. Ai punoi pareshtur për hapjen e shkollave shqipe, për përhapjen e librave në gjuhën shqipe dhe për forcimin e ndërgjegjes kombëtare. Gjatë periudhës së luftës së parë botërore, Mitati u përpoq të ruante interesat e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Në vitet 1920, ai shërbeu si diplomat dhe përfaqësues i Shqipërisë në disa vende të Europës. Punoi që shteti i sapo formuar shqiptar të njihej dhe të respektohej ndërkombëtarisht. Përtej diplomacisë, Mitati njihej dhe si kritik i korrupsionit dhe paaftësisë politike brenda vendit, duke kërkuar një Shqipëri më të drejtë, më të organizuar dhe më të qytetëruar. Ndër veprimtaritë e fundit të tij patriotike ishte krijimi i organizatës Balli Kombëtar gjatë luftës së dytë botërore. Edhe pse rreth kësaj periudhe ka debate historike, qëllimi i Mitatit ishte në mbrojtje të pavarësisë dhe të ardhmes shqiptare, duke shmangur varësinë nga forcat e huaja dhe diktaturat. Ai u përpoq të gërshetonte idealet kombëtare me ato demokratike, duke ndëruar një Shqipëri europiane të arsimuar dhe të zhvilluar. Mithat Frashëri zhvilloi një veprimtari të pasur letrare, duke e bërë një nga publicistët dhe studiuesit më të rëndësishëm shqiptar të shekullit të 20. Ai shkroi tregime, ese, artikuj kritik dhe studime historike e kulturore, ku trajtonte tema detare, shoqërore dhe morale. Vepra më e njohur e tij është Vepra i dhe Shpuzë, një përmbledhje shkrimesh që pasqyron mendimet e tij për kulturën, karakterin kombëtar dhe nevojën e emancipimit të shoqërisë shqiptare. Ai kontribuoi edhe me përkthime nga letërsia botërore, duke sjellë vlera të reja kulturore për lexuesin shqiptar. Përmes artikujve të tij mbi gjuhën shqipe, Mitati mbrojti pasurinë e gjuhës dhe nevojën për zhvillimin e saj të qëndrueshëm. Ndërkohë, libraria e tij Lumos Këndo u kthye në një qendër të rëndësishme kulturore ku u përhapën libra dhe ide të reja që ndikuan tek intelektualët e kohës. Ndremjelda. Ndremjelda lindi në 20 nëntor të vitit 1866 në Shkodër. Ishte një klerik katolik, poet, gjutar dhe advetar i shuar shqiptar. Gjyqëria ai studioi në Kroaci, Poloni, Spanjë dhe Itali, ku u njoh me kulturën evropiane dhe idetë përparimtare të kohës. Pas studimeve u kthye në Shqipëri dhe u përkushtua ndaj arsimit, letërsisë dhe gjuhës shqipe. Vdiq në 1 gusht të vitit 1937 në Shkodër. Ishte një nga figurat kryesore të ririndjes kombëtare shqiptare. Mori pjesë në shoqërinë Bashkimit, themeluar në 1899 në Shkodër, që kishte për qëllim prapjen e gjuhës shqipe dhe të alfabetit. Punoi për unifikimin e alfabetit të shqipes dhe ishte pjesëmarrës në Kongresin e Manastirit. Hapi dhe drejtoi shkollën shqipe dhe punoi si mësues i gjuhës shqipe dhe latine. Përmes veprës së tij prapte dashurinë për atë dheun, arsimin dhe kulturën kombëtare. Vepra e tij letrare është e pasur me ndjenja adetarie, dashuri për gjuhën, natyrën dhe Zotin. Përdori një gjuhë të pastër shqipe, ritëm të rregullt dhe vargje muzikore që e bën një ndër poetët më të mëdhenj të rilindjes kombëtare.
Disa nga veprat kryesore të tij janë Vari i Bylbylit, poezi simbolike ku Bylbyli përfaqëson poetin që vajton për atë dheun, Liria, himni për lirinë e Shqipërisë, Andra e jetës, e cila është një poemë filozofike për fatin e njeriu dhe të popullit, dhe Scodra, poemë për historinë dhe lavdinë e qytetit të Shkodrës. Ndremida na la pas një trashëgimi të çmuar, si kulturore edhe gjuhësore. Ai konsiderohej një nga themeluesit e poezisë moderne shqipe dhe një simbol i dashurisë për atë dheun, kombin dhe gjuhën.
Ja pra, këta ishin antarë në të cilin në 22 nëntor të 1908-ës vendosën alfabetin me të cilin do të shkruaj gjuha shqipe. Naum Beqihaxhi, i njohur me emrin e vërtet Naum Panajat Breti, është një nga figurat më të ndritura dhe më të hershme të ritëngjes kombëtare shqiptare. Ai lindi rreth vitit 1797 në Vitkuq, një fshat pranë Korçës, dhe vdiq rreth vitit 1854 në Romani, ku kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij. Që në rini, Naumi tregoi pirje të mëdha për dije dhe arsim. Për shkak të pushtimit osman dhe të trazirave në vendingje, ai u detyrua të largohej nga Shqipëria dhe të vendosej në Romani. Atje u mor fillimisht me tregëti dhe më pas në jurisprudencë, duke u bërë një qytetar i respektuar dhe i pasur. Megjithatë, pasuria dhe rahatia nuk e penguan të mendonte për fatet e atdheut. Naum Beqihaxhi e kuptoi se qërimi e një populli fillon me ndriçimin e mendjes, pra me arsimin në gjuhën anëtare. Ai e pas se shqiptarët ishin të përçarë dhe të shtypur, jo vetëm politikisht, por dhe shpirtërisht, sepse nuk kishin shkolla në gjuhën e tyre. Për këtë arsye, vendosi të punonte për zhvillimin e arsimit shqip dhe për zgjerimin e ndërgjegjës kombëtare. Rreth viteve 1844-45, Beqihaxhi hartoi alfabetin e parë origjinal të gjuhës shqipe, të njohur si alfabeti i Beqihaxhit ose alfabeti i Vitkuqit. Ky alfabet përbëhej nga 33 shkronja dhe ishte krijuar kryesisht nga ai, pa u mbështetur në alfabetet greke, latine apo turke. Kjo ishte një përpjekje e guximshme për t'i dhënë gjuhës shqipe identitetin e vet të pavarur. Ky alfabet ishte një akt patriotik me rëndësi të madhe, sepse synonte bashkëpunimin e shqiptarëve rreth një gjuhë të përbashkët dhe përhapjen e shkrimit dhe leximit shqip, në një kohë kur pushtuesit e ndalonin përdorimin e gjuhës shqipe në shkolla institucione. Në vitin 1844, Naum Beqihaxhi botoi në Romani librin e tij të famshëm E Vetari, që në fakt ishte abetarja e parë shqipe. Ky libër përmbante shkronjat e një alfabeti të ri, ushtrime të thjeshta leximi dhe disa mendime të shkruara për rëndësinë e arsimit kombëtar. Në vitin 1845, ai botoi një version të dytë të përmirësuar të E Vetarit, të cilën e dërgonte fshehurazi në Shqipëri për të shpërndarë në fshatra e qytete. Qëllimi i tij ishte që fëmijët shqiptar të mësonin të lexonin në gjuhën e tyre dhe të mos vareshin në shkolla turke apo greke. Në parathënien e E Vetarit, ai theksonte se shqiptarët duhet të mësojnë gjuhën e tyre, sepse pa dije dhe pa gjuhë nuk ka liri. Kjo përbën thelbin e filozofisë së tij patriotike. Arsimi është themeli i lirisë kombëtare. Gjuha shqipe, gjuhë e ra, për të punuan për të janë vrarë, për të kanë derdhur lotë e gjak, që unë sot shqip të flas. Gjuha shqipe, gjuha e arbrit, gjuha e bukur e shqiptarit, gjuha që me krenari flas e mësoj, se jam shqiptare, jam shqiponj. Në çdo fjalë ajo mbart historinë, të parët tanë dhe lavdin, dhe ja të lexoj, ja të këndoj, atë do flas sa të jeme të roj. Se gjua është pasuri që nuk shuhet kur, ajo mbetet e në shkëmbë e në gur. Gjua shqipe na mban pranë të parve, çdo fjalë e saj mbit krenarinë e shqiptarve.